dëshmitarëve për të dëshmuar fizikisht apo me videolidhje për të cilat mbrojtja ka pasur mundësi t'i bëjë kundër përgjigjet e veta. Nga Haga tha se 125 e vetëm 53 janë individ që ju dihet identiteti se kush kanë qenë. Këta dëshmitarë dhe kanë rrëfyer versionin e tyre për luftën e UÇK-s, krejtë të cilës po gjykohen tash 2 vjet, ndërsa qëndrojnë në parabugim tash 4 vjet e gjysmë. Prej këtyre 53 persona dihet se 31 prej tyre janë shqiptarë, 15 janë ndërkombëtarë ndërsa 7 serb janë ata që ju dihet identiteti, kurse në seancën private kanë dëshmuar 71 persona, përveç dëshmitarëve që kanë shkuar në gjykaturën e gjykatës specializuar në plot 179 ditë sa i përket prokurorisë për të paraqiten çështjen e tyre për sa i përket numrit të dëshmitarëve të paktën 101 është numri atyre dëshmia të cilëve është pranuar vetëm me shkrim, sikurse ka ndodhur pa paralajmërim edhe me dëshmitarin e fundit, i cili ka qenë planifikuar të paraqitet me videolidhje sot në gjykatën speciale, ku avokatët kanë dashur me domos t'i bëjnë kundërpyetje për shkak të rëndësisë së këtij dëshmitari, por siç kemi marrë vesh, ky dëshmitar nuk është paraqitur as me videolidhje për arsye shëndetësore, ndërsa nuk do të ketë mostaqësinë e dëshmitarit 126 në këtë gjykatë. Tharina Mujku nga Haga, raporton Plan Kosova. Siç raporton Haga, e ka kuptuar se ky dëshmitar i fundit ka pasur në plan që të dëshmojë për strukturën dhe formimin e UÇK-s, duke qenë se pjesë e guerriljes është qysh në pranverën e vitit 1998, por shumica e dokumenteve që janë paraqitur këtij dëshmitari gjatë intervistave të hershme të prokurorisë vlen të përmendet që ky dëshmitar ka dëshmuar në plot 1770 faqe për zyrën e prokurorit të specializuar, çka për mbrojtjen është dashur me domos që të vinë në gjykatë dhe të përballet më kundër pyetjet. Shumica e këtyre dokumenteve për shkak të cilave ka kërkuar mbrojtja ta sfidojë janë të tilla që dëshmitari ka pranuar dhe mohuar se nuk i ka parë asnjëherë gjatë luftës, por ata janë marrë parasysh dhe tashmë dëshmia e tij është pranuar me shkrim, tha ajo.